Selam aleikum. Babi është një rand në çështjet e fesë, por po friksohet nga vdekja, si ti ndihmoj. Aleikum salam rahmatullah. Alhamdulillah që ka vlat të cilët e mbajnë gajle hala babën edhe nonën, kjo është shenjë e mirë. Nga ana tjetër i këshilloj të gjithë njerëzit të cilët nuk mësojnë për fe kur është koha, mos e bini veten që më ardh momenti i vdekjes se më fillu me ututë mos me pas çka më bë. Në këtë rast këtë fëmijë të këtij babe i thamë edhe këshilloj që të mundohet me bind babën bile me i ra Allahit në sejdë, me fillu me fal namazin. Edhe nëse nuk di, mu falet me ty. Fali për Zotin, kallëzoj se Allahu është i mëshirshëm, ta pranon pendimin. Edhe nëse në fund të jetës tonë, do të thonë je moshu edhe po thu, ja unë më vonë është për mua, kur nuk është vonë. Deri sa s'ka ardhur shpirti në fyt për me dal, Allah pranon pendimin. Andaj e këshilloj ata, edhe çdo kënd që është në gjendje ti, mos u dorëzoni. Deri në moment fundit mos u dorëzoni. Mundo me ja bind me këtë këshill, pa ashtu edhe me i ra Allahit në sejdë me namaz.